Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Po vazhdojmë me lejen e Allahut te baraka wa taala, aty ku kemi mbet në kapitulli i 62, i kapitullit të tika dhe mirësjellja nga Sahihu Imam Bukhariut, Allahu e mëshiroft. Këtë në kapitull, Imam Bukhariu, rahimahullah, e titullon me emrin Babul Hijra, në kapitulli i bojkotimit. Është për qëllim bojkotimi i njerëzve, cilët ose bojnë gjunohet mëdhaja, ose bojnë bidatet mëdhaja. Njerëz që do të mi bojkotu, që mi anis me marrë vesh, mu mushmen, që kanë gabu për diçka tepër të madhe. Edhe e përmend një fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: La yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalath. Nuk i lejohet njeriut që ta bojkotoj vëllain e tij më shumë se sa 3 ditë, apo 3 natë, shka në disa transmetime tjera. Edhe kena fol për këtë temë në dersën e kaluar. Nuk lejohet një vëlla musliman mos me fol me vllain e tij tjetër musliman për çështje dynjas, për një diçka që ka ndodhur mesin e tyre, një paqartësi, diçka që s'e marr vesh, s'u lejohet me nejt pa fol më shumë se sa 3 ditë. E tash bojkotimi që bëhet më shumë është për çato 2 raste që i përmenda. Nëse dikush bën gjinohet mëdhaja, edhe nëse dikush bën bidate të mëdhaja. E sjell këtu rastin e Aishës radhiyallahu anha, e cila ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka pas një rast interesant që ka bojkotu djalin e motrës vet, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, e ka bojkotu për një kohë ka gjatë gatë, për një fjalë që e ka thonë për të. Edhe tregon pastaj Imam Bukhariu këto në transmetimin e tij krejt çka ka ndodhur. Thot Imam Az-Zuhri rahimahullah, thot na ka tregu Auf ibn Malik ibn Tufail. Ky Auf ibn Malik ibn Tufail ka qenë djali i vllaut të Aishës prej nonës sajna. Nana e Aishës radhiyallahu anha ka pas emrin Ruman. Edhe para Ebu Bekrit, babës të Aishës radhiyallahu anhum ajma'in, u kone martuar me një njeri tjetër që ka pas emrin At-Tufail ibn al-Harith. Tash ai ka pas një djalë që ka pas emrin Malik. Që ky Malik u kon vllau i Aishës radhiyallahu anha ka nana. E tash djali i këtij Malik ka pas emrin Auf. Që ky Auf ja tregon rastin. Ja ka tregu Zuhriut, Imam Zuhriut rastin që ka ndodhur. Thot أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. Thot dikush i ka tregu Aishës radhiyallahu anha se Abdullah ibn Zubairi për një shitje, për një shitblerje që ka bo Aisha radhiyallahu anha, ose për një pasurit vetën që e ka jep, nashta hedije ose e ka jep dikun pasurinë e vet, thot ka fol diçka. Edhe ka thonë, vallahi, ka munal Aisha, s'ka me bua ta dhe s'ka me jep mu qatë fetva, ose për ndryshe ka me ja bloku pasurinë e saj. S'ka me lon me jep, do më thonë, për qasaj pasuris, me bo qatë lej shqibleris, ose me dhonë qasi lej dhurate. Mujna me thonë, u konë qështje e fikut. Kur Aisha radhiyallahu anha e ka dëgju këta që ka të bëjmë këtë shqibleri ose dhenje që e ka bo ma herët, ka thonë, wallahi, ka thonë, e hua kale hadha, a e ka thonë Abdullah ibn Zubairi me të vërtet këta? Kalu naam, ka thonë njerëzit po, ka thonë, është të vërtet. Qalet hua lillahi alejja nadhrun, është zotu të Allahu Gjelle Gjelaluhu për diçka. U mërzit shumë kër e ka dëgju që të fjalë prej kujna prej Abdullah ibn Zubairi, që u konë djali Esmas, bint Abi Bekr, motrës vet. Esma që ka pas emrin. Ka thonë hua lillahi alejja nadhr. Nadhrin e kena përmend. Nadhri është zotimi, mu zotu që njeri ka me boni diçka ose s'ka me boni diçka. Kjo në këtë rast çka u zotu? Ka thonë alla ukellima ibn Zubair abadan. U zotu që s'ka mi fol Abdullah ibn Zubairit kur mon jet. Që është zotim kogja i madh dhe kogja i ron. U betu që s'kimi fol dikujt atafër që ki djalt motrës. Ka thonë kur mon jet u betu në Allahun azza xhala dhe u zotu që nuk ka mi fol atina kur.
Ju e dini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu, bash prej Aishës radhiyallahu anha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Kushdo që zëtohet me ju bind Allahut, le t'i bindet Allahut. Amo ai i cili wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Ai i cili zëtohet që mi bo gjuna Allahut, atëherë mos të bën ato, ka haram. Kjo Aisha radhiyallahu anha u zëtu që s'ka mi fol Abdullah ibn Zubairit, djalit të motrës vet. Kur njët. Fastashfa ibn Zubair ilayha. Kur e ka dëgju këta dhe ka marrë Ibn Zubairi, i ka qenë njerëz Aishës. Ka thonë Allah i le të më folë, se si ku mbot diçka, veç ku më thonë që çike shitbleri ose çike nuk është e lejuar ose s'bën, edhe kam ja blloku pasurinë, s'ku më thonë tash ku më diçka që mos më fol kur njët. Ka qenë njerëz të ajo që mi folë edhe me bind ato. Si lloj shefati, ndërmjetësim të ajo, të Aisha radhiyallahu anha. Kur hina talet il hijra, kur ka zga, do më thonë që ky hijri që ka bo, që ky bojkotimi që ka bo Abdullah ibn Zubair. Faqalet la wallahi la ushaffi'u fihi abadan. Prapo betu ka thonë, jo pasha Allahun, s'ka mundësi me pranu ndërmjetësus për ta. U betu në Allahun azza jall, jo s'pranoj ndërmjetësus për ta heq kur njët. Wala atahannathu ila nadhri, dhe nuk ka mundësi që unë me prish zëtimin tem. Jam zëtu, jam betu, kjo është punë e madhe, se prish jam për ta tash. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث. Kur ka zgat shumë koha Ibn Zubairit dhe mërzit kogja shumë që s'pi fol tezja vet, ja ka qu dy njerëz, qëta el-Miswar edhe Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Wa qala lahuma, edhe ju ka thonë aty në dyve, anshudukuma billah, po ju lutna po kërkoj pe juve për hir të Allahut. Lamma adkhaltumani ala Aisha, që bën janë qysh dani, mundësëmani me hitë Aisha radhiyallahu anha në shpe. Dërmjetësani, shtenëm një ta jemrana të foli me të të shë, që sa se kum pa, që sa se kum foli me të, mos dalim kështu para Allah të azogjel. Fa innaha la yahillu laha an tandhura qati'ati, nga se asaj nuk i lejohet që të zëtohet me prish lidhjen me mu. Psha që të gajle ka pas, ka thonë aje se ka halal mu zëtu qështë, mu zëtu të Allah që me prish tash lidhjen me mu, kur njët mësë më fol. Përse ta unë po duvesh me hi me fol me të mi të regu që na kena afërsi, do të me fol. Haram është këtë Allahu të baraka wa ta'ala. Mirë, pastaj thot fa aqbala bihi al-Miswaru wa Abdurrahman mushtamilaini bi ardiyatihima. Thot e morën ata Ibn Zubairin, Miswarin me Abdurrahmanin bashk, edhe ajo mshef u struk mas tyne. Kanë shku të dera të dhoma Aishës radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, hatta sta'dhana ala Aisha, edhe kanë marrë leje pe Aishës për me himrana të dhoma e saj. Faqala assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh, i kanë jep selam. Edhe u ka kthy Aisha radhiyallahu anha, kanë thonë anadkhul, apo na jep leje me hi. Ka thonë Aisha radhiyallahu anha, udkhulu, hine. Po këta e kanë përdorur një farë metodë interesant që tash. Kanë thonë Aisha radhiyallahu anha, kulluna, a me hi krejtna, ajo se ka ditë kush është jashtë. Aja ka thonë, po, hini krejt. Kam pyet ata, kulluna, aja ka thonë, naam, hini krejt. Udkhulu kullukum. Krejt, kushtini hini mrena. Ju e dini Aisha radhiyallahu anha, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u kon dietare tepër e madhe, që ka fetva njerëz, ajo ka jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ditën edhe natën, e ka ditë çka ka bu pejgamberi alaihi wasallam vetmi, por që ata kanë shku me pyetje dhe kanë marrë fetva pe saj dhe u kon sikur ulemaja sot që janë, edhe ajo u kon mesin e ulemave të sahabëve radhiyallahu anha. Mirë, thot transmetuesi la ta'lamu anna ma'ahuma ibn az-Zubair, se ka ditë që me ta është Abdullah ibn Zubair. Falamma dakhala ibn az-Zubair al-hijab. Kur kanë him rana s'ka prit ibn Zubairi, ka hi me njëherë ka kalu hijabin atë perdhen që kam pas, që u kon grata ne, këta mysafirët ne, fa'tanaqa, dhe ka përqaf ato, tezën e vetë. Fa'tanaqa Aishata, e ka përqaf Aishën, wa tafiqa yunashiduha wa yabki, ka fillu mi kërku falje edhe me qajt. Një herë, dy herë të i kërku falje, të qajt të përqaf. Wa tafiqa al-Miswar wa Abdurrahman yunashidaniha, illa ma kallamathu
wa qabilat minhu. Edhe këta dy i kanë thonë, pranoje Ibn Zubairin, falja atina, pranoja këtë kërkim faljen. Edhe kanë thonë, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti min al-hijra. Te din që pejgamberi alayhis salam dhe Aisha e kanë ndaluar hijretin. Hijreti jo hijreti me shku pej Mekës Medinë, po hijreti me bojkotu dikon, me bo hijr. Ja te din Aisha kush ka me ditë. Edhe ja përmenin, fa innahu la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Nuk i lejohet kërkujna me bojkotu vllahun e vet më shumë se sa 3 ditë apo 3 natë. Falamma aktharu ala Aishata min at-tadhkirati wat-tahrij, kur ata kanë vazhdu të dytë, këta ndërmjetësues, kanë vazhdu me përkujtu Aisha radhiyallahu anha, me rikujtu, edhe kanë këmbgul të në kohën që falja, tafiqat tudhakkiruhuma nadhraha wa tabki. Ata ndërmjetësa përkujta që do të aja të thonë, po unë e kom bo nadhër, jam zëtu tash. Tash këto i përkujtu ata, do i thonë, unë jam zëtu, qa me bo, unë jam zëtu, qysh me thuj tash zëtimin tem. Edhe ka vazhdu, ka qajt. Wa taqul inni nadhart wa an-nadhru shadid. Unë jam zëtu edhe zëtimi është shumë i vështirë, shumë i ronë, shumë i rrezikshëm. Qysh me thuj tash zëtimin? Këta si kanë marrë senet për hajgare, si kur na që marrëm, Allah na fal. Ka thonë jam zëtu në të Allah azza xal, ku thonë se bëj këto kur njët. Felem yazala biha, kanë vazhdu ata hala. O Aisha, banja halal, fali. Hatta kallamat Ibn Zubair, deri sa I ka fol Ibn Zubairit radhiyallahu anhu. Wa a'taqat fi nadhriha dhalika 40 raqaba. Subhanallah, për që të zëtim që e ka thy, I ka liru pastaj 40 rob për hirtë Allah të azogjel. Që u zëtu që s'kam I fole, tash e ka thy atë zëtim edhe I ka fol. E qka është kefareti I ati njerit I cili e thënë zotimin, nedhrin, është kefareti njëjtë si kur ai cili betohet në Allahun edhe thën betimin. Thot pejgamberi alayhis salam në hadith që transmeton Imam Muslimi sahihun e tij, prej Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, kafaratu an-nadhri kafaratu al-yamin. Kefareti I nedhrit, zotimit është sikurse kefareti I betimit. E cili është kefareti I betimit e kena përmendur më përpara këtu mezhlise, fjalën e Allahut në surën Al-Maida, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. Ushqimi I 10 varfërve, me çat ushqim që e ushqeni familjen tuaj. Kush betohet në Allah edhe thën betimin I ushqen 10 varfër. Au kiswatuhum, ose, do të thonë ka liri zgjedhjes, mundet me zgjedh, ose mi vesh ata 10 njerëz, au tahriru raqaba, prapë një zgjedhje tjetër, e që është me liru një rob. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Kush nuk ka mundsi as mi ushqy ata 10 varfën, as mi vesh ata, as me liru një rob, atëherë dalte agjerimi 3 ditëve. Aisha radhiyallahu anha çka ka bo? E ka zgjedhur atë që është më e vështira. Më vështirë me liru një rob se sa mi vesh 10 njerëz ose mi me hongër. Edhe se ka liru një, po I ka liru 40 rob. Edhe ka vazhdu mërzit edhe ka kajt. Qatë shumë që u friksu pe Allah te baraka wa ta'ala. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي. Edhe masanej, masi që e ka kry këtë shpagim, prapë ka kujtu zëtimin e saj dhe ka qajt. Hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Sa që lotët e saj e kanë lag atë peqen, mbulesën e ftyrës që ka pas. Ju ka bo qoll mbulesa e ftyrës që ka pas, tu kajt për një zëtim që e ka thy. Cilin e ka bo atë farë shpagimin, kefaretin u krya, të s'ka mo gjuna. U pëndu të Allah azogjel. Qështu, subhanallah, sahabit e kanë madhru Allah azogjel edhe kufit e ti që I ka qitë. Nuk kanë bo hajgare me fejnë, nuk e kanë shqit fejnë e tyne, po I kanë nejtë besnik, asaj besës që kanë jep pejgamberit tonë, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pasaj hadithi tjetër është hadith që është përmend edhe më herët, hadithi e Enesit radhiyallahu anhu, në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam I ndalan besimtarët prej disa gjunaheve, harameve që kanë bojnë me raportet ndërsjellta në mesin e besimtarëve. La tabaghadu, mos urreni njëri tjetrin. Wala tahasadu, mos keni hasad për njëri tjetrin. Wala tadabaru, mos e ktheni shpinën njëri tjetrit. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni robërt Allahut vëllezër.
Qysh Allah ju ka kriju, në surën Al-Hujurat ju ka tregu innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Tash nëse je vëllati nuk lejohet as me u kthy shpinën, as me urrejt, as me pas hased. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin, dhe nuk I lejohet besimtarit musliman që ta bojkotoj vëllain e tij më shumë se sa 3 natë. Mirë, hadithi I radhës është I njëjti hadith, vetë se ka një shtesë tjetër, është hadithi e Abu Ayub al-Ansari radhiyallahu anhu, ku në fund këtij hadithit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yaltaqiyani, këta dy vëllezër që kanë bërë hijrat njëri tjetrin dhe kanë bojkotu sfolën ndërmjet vete, thot takohen me njëri tjetrin në rrugë ose në xhami ose kudo. Fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ky e largon shikimin prej tjetrit edhe ai tjetri e largon shikimin prej këtij. Ndodh kjo të na ndodh shumë shpesh. U prish vllaznit mes vete dhe mos me kqyr njëri tjetrin. U kon të ecë një rrugë, ai të ardh kënej, ti të shkuan e ndron rrugën, e kalon delani. Ndodh kjo. E sheh bosh shpesh e kthen kryt. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon cili është më I miri në këtë rast. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dhe më I miri prej tyre është ai I cili fillon me selam. Kur e kina ngatresë me një vëlla musliman, kur e kina ai sprov që sprovon Allahu subhanahu wa taala dhe ndodh ai problem me dikon prej muslimanëve. 3 ditë kena thonë ki hak, nëse ka ndodhur diçka 3 ditë mënesh mos mi fol. Mas 3 ditëve ti bënu më I miri jepi selam. Fitat e Allahu subhanahu wa taala, se na jetojmë për me fitu të Allahu subhanahu wa taala, jo për me fitu të njerëz. Për çata kur të prishet dikush me vëllain e vet musliman, le të jep selam I parë. Veç assalamu alaikum, çyshia e mirë, çikaç. Me çita fiton njëri te Allahu te baraka wa taala. Në kapitullin tjetër është në kapitulli babu ma yajuzu min al-hijrani liman asa. Çfarë bojkoti lejohet për atë që bën mëkat. Edhe këto sjell vesh një hadith Imam Buhariu Allahu mëshiroft, po para këtij hadithit ta përmend një rast. Fjalën e Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, I cili ka qenë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka jetuar në Medinë. Thot hina takhallafa 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kur nuk ka marrë pjesë një herë me një luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka thirrë pejgamberi alaihi wasallam me don luftë, ata nuk kanë don luftë. Thot wa naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimina 'an kalamina. Ka'b vetë tregon thot I ka ndalu pejgamberi alaihi wasallam krejt muslimanët na fol neve. I ka ndalu ata, ka thonë mos I folni Ka'bit, mos I folni filanit dhe filanit. Wa dhakara 50 lejla, edhe I ka përmend 50 natë, ka thonë kjo ka ndodhur 50 natë. Edhe pse s'ka dhënë asnjë hadith në lidhje me këto, por veç që është shumë shkurt sikur ngjarje, pe tregojnë ngjarjen se është shumë e rëndësishme dhe ka shumë përfitime prej saj. Lufta e Tebukut ka ndodhur në vitin e 9 të Hijretit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka urdhëruar sahabit me u bë gati edhe me dal në luftë për një ekspedit. Ku ka qenë kjo luftë? Kjo luftë ka qenë shumë larg Medinës. U kon pjesën e Shamit. Shami sa është për shembull Siria, Jordania, ato venet, po në atë kohë kon hala më I madhe dhe asaj pjesës Tebuk, që I thonë sa atij qytetit, ajo kon si më thon pjesë e Shamit, në çat drejtim. Jo nis për Tebuk, I cili është dikon 700 kilometra larg Medinës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot me dash njëri me shku me kart mire, me klime, me tona të mira, I vjen ja 7 orë me bë deri atje. Domethënë është rrugtim I lartë edhe I lodhshëm shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët udhtim I ka bu gati muslimanët e që janë parafërsisht 30.000 musliman. Dhe kjo ka ndodhur vetëm një vit para vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilin vit? Vitin e 10 të Hijretit. Kjo ka ndodhur në vitin e 9 të Hijretit. Edhe I ka marrë, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabit në atë kohë kur u kon një nxehtësi tepër e madhe, edhe largësi tepër e madhe, edhe që përshkruajnë sahabit masanena këtë udhtim, shkumin edhe kthimin, thonë që ka pas uri tepër të madhe, ka pas etje tepër të madhe, secili ka marrë me veti diçka çka ka pas në shtëpinë e tij. Ka pas njerëz që na një grosht hurma ka pas, e ka marrë me veti, ka thonë hajtë se na gjindën rrugës. Dikush tjetër ka pas pak ujë, ka marrë, kanë pas edhe deve shumë, saqë janë detyruar shumë prej deveve mi therrë edhe rrugës. Që me hangër edhe me pipë tyne. Edhe pse shumica, shumë prej sahabëve kanë ecën kom.
Se cilën deve për shembull kanë hyp ka 2 veta. Tani janë ndru, këta kanë zhrypën hyp 2 tjerë, hyp 3, 1, 2, 3 kështu. U kon tepër larg edhe u kon tepër vështirë. Në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pse u shku mi luftu ata, edhe kanë u shku me luftu perandorin e bizantinëve, romakëve, ata që kanë pas Shamin dorë. Ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka ardhur lajmi që ata po përgatiten me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky ja ka parapri. Ka thonë dalëm na më një herë. Çka ka ndodhur? Realisht aty në fund s'ka pas luftë hiç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini që ka pas një cilësi të veçantë që Allah azza wa jall ka thonë që i frikson njerëz të tjerë para se mu taku me të ushtria me ushtri një muj më herët. Edhe ka fut Allah azza wa jall frikën në zemrat aty në romakëve bizantinëve, edhe kanë ikë aty, s'kan dalë mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hiç. Tash paramenon gjithë këtë rrugë kanë bu. Gjithë ajo udhtim, gjithë ato ditë dhe javë. Edhe në fund kur kanë shkuar atje, s'kan luftu hiç. Po alhamdulillah në këthy me krenari, për shkak se ata nuk kanë pas nuk kanë guxu me dalë edhe mu përballë me pejgamberin ton sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Në këtë rast kur kanë dalë këta për Medinës, në Medinë kanë met disa lloje të njerëzve, disa grupe të njerëzve. Ndërta sikur zakonisht munafikt. Munafikt s'kan dalë. Ata janë friksuar me dalë luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kanë dashur jetën më shumë se sa vdekjen në rrugën e Allahut. Do njerëz tjerë kanë njerëz të smut, njerëz që kanë pas arsye. Ose pleqt, janë kanë shtym mosh, ata s'kan mundësi me dalë me luftu. Ose fëmijët, ose gratë. Ndër këto grupe të njerëzve që janë aty, janë edhe do njerëz tjerë për cilët ka zbritur edhe ajet në surën e Tauba, e që nuk kanë pas kurfar arsye. Veç kanë pritu me dalë. Janë konë të nejtë edhe kanë thonë ku me dalë tash. Gjithë kënë zeti madhë, gjithë ajo rrugë. Qysh me shku, edhe në shku të e shty ka pak. Hajtë se s'po bom gati njëherë, hajtë se desat nisën, hajtë se na imrina, ata let nisën, na imrina dikun rrugës. Edhe subhanallah nuk kanë dalë heqin. Ndërta janë konë 3 veta që kanë pasajnë në Ka'b ibn Malik, i pari. I dyti Hilal ibn Umeja, edhe i treti Muraratu ibn Rabi, radhiyallahu anhum, për cilët Allahu ka zbrit ajet në Kur'an edhe ka treguar me ajet që ja u ka pranuar pendimin. Kur u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash prej atishit, çka ka bën më një herë u shku në xhami mi fal 2 rekate. Dhe në sunet është kur të kthehet dikush prej udhimit me shku në xhami mi fal 2 rekate, pastaj me shku në shtëpi. Pejgamberi sa më ka bëu këto, ka shku në xhami ka fal 2 rekate, edhe njerëz tash që kanë pas arsye, kanë shku dhe kanë treguar ja Rasulullah s'kena ardh se kena pas filan arsye, filan arsye, filan arsye. Munafik të ndal kanë shpik diçka ja Rasulullah na ka dal, kjo na ka dal ajo. Pejgamberi sa më kredi u ka pranuar. Se në fund gjykimi i tyre është Allah azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka dogë që është arsye për shembull ajo, dhe ka thonë në rregull, s'ka lidhje, është arsye dhe nuk prish punën dhe ka falë dhe ka bëu dua mi fal Allahu ata. Ata shi vjen rani Ka'b ibn Malik radhiyallahu an me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe me kallzu arsyen e vet. Shkon Ka'bi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot ja Rasulullah, nëse kisha dasht me gënyu diçka me shpik në arsye, vallahi kisha ditë. Se jam orator, edhe të kisha thonë çka do sikur munafik edhe ti ma kishe pranu. Vallahi ja Rasulullah nuk kam arsye. S'kam arsye. Kom nejt Medine pa arsye, se marrën të buk me juve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e ka thonë vërtetën kë. Për Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Të njëjtën e kanë bërë edhe këta dy tjerë, Hilali edhe Murara. Të dytë kanë shku te pejgamberi sa edhe e kanë pranuar, kanë thonë ja Rasulullah s'kena pas kurfar arsye. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëron krejt sahabit mos mi fol këtyne. Derisa të zbret Allah azza wa jall diçka për ta. Se kjo u llogarit një farë tradhie, mos me doni luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe subhanallahu mërzitën shumë. Edhe Ka'bi edhe këta dy tjerët. Këta dy tjerët, thonë sahabit s'kan dalë hiç prej shtëpive. Kanë shkuar në shtëpiat e veta, edhe veç tu kaq, tu mërzit, tu botë u bet Allah azza wa jall. Kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mi ndalu krejt muslimant me të fol ty, a dhe sa eron është kjo. Sot imami i xhamisë mi thon dikujt na mos i falni filanit të vjen rën. Edhe pse jashtë folin tjerë familjar të folin,
Në xhami mos me të fol 2-3 veta do këtë rëm, pse se imami vallahi shtini mos me fol. Ja merr inati me imam me këta me krejt. Këta subhanallahu më friksuar kanë ditë që kjo s'ka të bëjë diçka me pejgamberin alayhis salam, s'është personale, po është diçka pe shariatit, pe wahit, pe shpallës. Edhe janë mërzit tepërshëm. Ka'bi radhiyallahu anhu kom pak më ndryshe se këta dytë. Këta dytë kanë në shtëpi dhe kanë kajt. Ai ka dal. Ka shku në treg. I ka këshir kujën sahabit, çka po bojnë. U shku në xhami u fal me ta. Thot i kom dhon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam selam. Ai se ka kthy me zonë normal. Po ka thon kçersha api livrit bust pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që me dita ma ka kthy as ma ka kthy hiç. Tani thot kur u lidhsha namaz në xhami, e desha që pejgamberi alayhis salam po më kçyr. Si japsha selam pejgamberit sa më kthej ke kryt. Do thonë kjo është një bojkot tepër i rënd. Nuk është kush do vetëm që po të bojkoton, po i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Saqë edhe ky u mërzi tepër shumë. Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Masi që kanë kalu 40 ditë dhe natë plota, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thotë që dohni mu largu edhe pej grave t'juve, mos me flajt me to, mos me pas marrëdhënie intime. Këta dy tjerë kanë më të vjetë dhe kanë pas nevojë për to që më u shërby diçka në shtëpi. Saqë gruaja e këtij Hilal ibn Umayes ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë ja Rasulullah, am lejohet mu veç më shërby diçka për shembull më hëngra me pija diçka. Para më çfarë drejtë gruaja më shku te dikush me pyet për ty apo me t'jep bok. Shumë erron është kjo. Po te kush te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mi, domethënë, nëse ka nevojë për ushqim jep, nëse ka nevojë për pije, për diçka ka shtëpia, po marrëdhënien time mos e bëu këta kanë thonë ja Rasulullah ata tu kajtin veç pej ditës që s'pi falni ata si bën as men marrëdhënien time as kur. Ndërsa te Ka'b ka dërguani dërgum të vetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka tregu, ka thonë dosh as marrëdhënie mos me pas me gruan ton. Kështu në subhanallah e kanë bojkotu krejt muslimanët në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ai ka pyet pejgamberi alayhis salam a ka thonë me shkurërzu, a veç mos me flajt me ta. Nëse do të me shkurërzu, shkurërzoj me njëherë. Nëse ka thonë pejgamberi alayhis salam. Çaj që më ka bojkotu edhe ka urdhnu krejt tjerë mos me fol mu. Nëse ka thonë që shtonë ngaj. Nëse do të gruan tem që flajmë ta me shkurërzu, për pejgamberin alayhis salam me shkurërzoj. Ka thonë jo s'është për qëllim me shkurërzu, po veç mos me flajt me ta. I ka thonë shko te shtëpia jote gruz vetëm një herë. Derisa gjykon diçka Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka shkuar në shtëpinë vet. Mas 10 ditëve tjera, u kon Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu të fal sabahun për mi shtëpit vet. Edhe ka një njeri të bërtit me Zot madh. Ja Ka'b ibn Malik, o Ka'b ibn Malik, abshir përgëzohu. Edhe ka ditë më njerë që ka zbrit diçka prej Allah xhelaluhu, edhe u gëzu tepër shumë. Edhe ka dalë më një herë ka nga, ka shku me këshir, edhe njerëz se kanë përgëzuar rrugës, këtu shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata e kanë tregu, ka zbrit, ai hiç ka dorë drejt te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Saqë pak pa mri te pejgamberi alayhis salam, Talha radhiyallahu anhu ka përqaf. Edhe ka thonë ka zbrit për ty ajet, ja u ka pranuar Allahu azza xal tauban që keni bo. Thot Ka'b ibn Malik, masanina thot kurse harroj Talhës çato. Që më ka përqaf para krejt dhe më ka përgëzuar dhe më ka thonë që Allahu azza xal ka zbrit ajet për ju. Edhe tani ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, edhe u kthy gjithçka në normalitet. E për këta tre njerëz ka zbrit Allahu azza xal ajet në surën At-Tauba. Në fund surës saj thot, në fund të ajeteve kësaj surës thot Allahu azza xal wa ala thalathati alladhina khulifu. E ka pranuar Allahu edhe Tauben e tre njerëzve cilve ju është vënu afati. Janë lënë askënesa nej për 50 ditë. Edhe këtyre treve thot Allahu azza xal, se një herë përmend pejgamberin alayhis salam edhe muhaxhirinët edhe ansart, në ajet më herët thot ka pranuar Allahu këtyre njerëzve Tauben. Tani thot edhe për këta tre tjerë. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat. Cilve toka me gjënsinë e saj të madhe që ka, ju kanë ngushtu. Krejt dynjaja ju kanë ngushtu subhanallahu. Mos më të fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos më të fol sahabit, shokët, kojshit, gratë, tafërmit. Saqë Ka'b dikur ka shku edhe tani i afërmi vetë, tani Ebu Qatada djali i axhës vet. I ka hyrë në shtëpi, ka përcy shtëpinë pa e vetë hiç. Ka thonë ja, po mendoni që unë se dua Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ai si ka fol hiç. Ebu Qatada, një herë, dy herë, prap, ai si fol 3 herë. Ebu Qatada ishte Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah dhe pejgamberi e din. Unë se dija dënë të Allah në pejgamberi. Ata e din. Subhanallah. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت سaqë toka me gjënsinë e saj që ka ju kanë ngushtu. Wa daqat alejhim anfusuhum, edhe shpirtat e tyre ju kanë shtrengu, subhanallah. Po ata e kanë ditë ku është rrugë dalja. Wa dhannu, e kanë pas bindjen në zemrën e tyre, alla malja min Allah illa ilayh. Që s'kan ku me ik prej Allahut veç se te Allah subhanahu. S'kan pas ku me ik prej Allahut, ku me ikti prej Allahut subhanahu. S'ke dalë luftë, ke ditë që çfarë gjinoje ke bu. Të kanë bojkotu krejt, çka me bu tash? Shumë njerëz në këtë zaman, kur t'i ndodh diçka shumë më pak se kjo, devijojnë krejt, e lojnë dinin me çka ka. Bojnë edhe ridde. Ata janë bind pe imanit që kanë po në zemër, që s'kan ku me ik veç se te Allah. Wa dhannu alla malja min Allah illa ilayh. S'kan pas ku me ik veç se te Allah. Fa firru ila Allah. Allah thënë surën e Dhariyat, ikni ku me ik te Allah azza wa jall. Thumma taba alejhim lijetubu. E pastaj Allah azza wa jall thot, ja u ka pranu atyne pendimin, kur e pendu ata. Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Allahu është falës i madh që i pranon teubet krejt njerëzve kurdo që bën teube, edhe është i gjithëmëshirshëm. Thonë dietarët, nashta pe vreni thumma taba alejhim lijetubu inna Allaha at-tawwab. 3 herë përmendet teube, me çka ka të bëj. Thonë dietarët, secili rob i cili bën teube, rrin mes dy teubeve të Allahut azza wa jall. Çaj bën kjo? Thonë teubeja e parë është suksesi që ta jep Allahu edhe mundësia që ta jep Allahu ty me bë teube. A mujnë musliman të krejt me bë teube kur të bojnë gjuna? S'mujnë. Allahu do të me t'jep teufik, sukses, me ta mundësu ty që me bë teube. Kur të bëjsh ti teube tani, Allahu azza wa jall edhe ta pranon. E kjo është e besimtarit, ai i cili kur bën gjuna, kthehet te Allahu azza wa jall edhe bën teube, edhe Allah te bareke ve teala patjetër që ja pranon teuben e tij. Ky ka rasti i këtyre 3 sahabive, Allah qoftë i kënaqur me ta, që njëri prej tyre përmend këtu në fillim të nën kapitullit, e që është Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Pastaj e bën Imam Buhariu një hadith të Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë asaj, inni la a'rifu ghadabaki wa ridak. Ju ka drejtuar Aishës edhe i ka thonë, unë e di kur ti je e hidhrume me mu, edhe kur je e kënaqt edhe e lumtur me mu. E ka pyeta ajo, i ka thonë, wa kayfa ta'rifu dhaka ya Rasulullah? Çush e din ti ata o i dërguami i Allahut? Tërveç para mënone. Aisha u çudit dhe ka thonë, çush e din ti kur jam unë e hidhrume dhe zemrume me ty, edhe çush e din kur jam e kënaqur me ty? Do thonë s'ka mujt edhe fort mu dallu. Gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tërveç para mënone i gratë ditën e sotit çyshin. A ka mundsi dikush mos me vrejt për shembull gruan e vet kur është e hidhrume ose kur është e lumtur? Dallim i madh mes grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe grave tona. Thot, innaki idha kunti radiya qulti bala wa rabbi Muhammad. Ti Aisha kur je e kënaqur me mu, thu për diçka po, pasha Zotin e Muhamedit. Çështë ka vrejt që është e kënaqur me to? Po, pasha Zotin e Muhamedit. Ndërsa wa idha kunti sakhita, kur je zemëruar, qulti la wa rabbi Ibrahim. Jo pasha Zotin e Ibrahimit alayhi salam. Çfarë dallimi? Kur është e kënaqur, po pasha Zotin tonë Muhammed, kur është e hidhruar dhe zemruar, jo pasha Zotin e Ibrahimit alayhi salam. Qalet qultu ajal. I ka thënë, po ja Rasulullah, ç'është është? Mirë për dëshë, la ahjuru illa ismak. Vetëm emrin tënd e shmang. Këto do të më pas parasysh gratë e muslimanëve. Aisha radhiyallahu anha ka thënë, veç emrin tënd e shmang, se thëmë emrin tënd. Thëmë pasha Zotin e Ibrahimit alayhi salam. Mirë, pastaj vjen një hadith tjetër, apo një në kapitull tjetër, cilën e titullon Imam Buhariu Bab hal yazuru sahibahu kulla yawmin aw bukratan wa ashiya. Në kapitulli, a duhet njëri me vizitu shokun e tij çdo ditë, domethënë vetëm një herë në ditë, apo edhe në mëngjes edhe në mbrëmje. Subhanallahu, është hadith shumë interesant. Hadithi i Aishës radhiyallahu anha, edhe kë
i gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila thot lam a'qil abawaja illa wa huma yadinani ad-din. Thot që kur i mbajnë mend prindët e mi, ata kanë qenë fetar. E kanë praktiku fenin, kanë praktiku së fejë, speq e i mbajnë mend, edhe babën edhe nonën. Abu Bekrin radhiyallahu anhu edhe Ummu Ruman. Mirë. ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. S'na ka kalu neve as një dit, as edhe një dit, vetë se ka ardhur ata dy për vizit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo dit ka shku i ka vizitu Abu Bekrin dhe gruan e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tarafej nahar, në dy skajet e ditës, bukraten wa ashiya, mëngjes edhe mbrëmje. Që kjo shoku i vërtet që e dëm fi sabilillah dhe për hir të Allahut. Shkon e viziton 2 herë në ditë, mëngjes edhe mbrëmje. Gjithë ka thonë, qështu e maj men, gjithë qështu ka orë të na. Tarafej nahar, bukraten wa ashiyatan, mëngjes edhe mbrëmje. فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة. Njerë për e herave, kur kemi qenë duke najtë në shpinë e Abu Bekrit, babës sajna, thët në kohën e drekës, në mesdit. Qale qail, ka thënë një njeri, hadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, fi sa'ati lam yakun ya'tina fiha. Po vjen Abu Bekr një njeri të na, po me një kohë që nuk u ardh zakonisht. Ja u ardh në fillim ditës, janë fund ditës. Tash po vjen mesdit. قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. Nuk e ka pru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë kohë, vetëse një çështje shumë e madhe. Diçka tepër me rëndësi. Përndryshe ai s'vjen mesdit kur. Edhe pastaj kur afrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot inni qad udhina li bil khuruj. Thot Abu Bekr, mu ka leju me bu hijrat. Me lon Mekën edhe me shku në Medinë. E bo hijretin, udhëtimin kryesor të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fillimisht sa i përket vizitës, si vizitë që ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj dalim te hijreti, kjo vizitë për hir të Allahut ka shpërblim tepër të madh. Është një hadith e Abu Hurajras radhiyallahu anhu që transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men aada maridan au zara akhan lahu fillah. Kushdo që shkon edhe viziton një të smut ose një vëlla vetin që e don për hir të Allahut. Nadahu munadin, e thirr ata në thirs. Do transmetime të tjera tregon që e thirr një melek. Ata e thirr Jibril alayhi salam. Edhe i thot an tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. I tregon që si më thon bën dua për të, i thot sa njeri i mirë që je ti, i lumë ti për vete, i lumë ti për këtë ecje që ke bëu që ke shku deri te ai njeri me pa fi sabilillah, me pa pse është smut. Wa tabawwa'ta min al-jannati manzila, edhe ke bëu gati në xhenet një vend. Do thon vetë xhenetit për aty, ti që e bën çet vepër, çaq madhështore që shkon me pa dikon për hir të Allahut te baraka wa ta'ala. Edhe një hadith tjetër i ngjashëm, është hadithi që transmeton Imam Maliku në Muwattën e tij dhe Imam Ahmedi në Musnedin e tij, hadithi Muadh ibn Jabal radhiyallahu an, cilën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se para se me kallzu hadithin ka ndodhur edhe një rast me Abu Idris al-Khawlani rahimahullah, një prej tabinëve, kur ka shku në Damask, në Sham. Thot kum shku në Damask, në xhamin e Damaskut, edhe kum pa një njeri aty mbrana në xhami që ka jep fetva, njerëz që kanë pas probleme me zveti kanë shkuar dhe kanë pyet diçka, edhe kreti kanë dashur rrethu afër tij edhe kanë pyet, po se kum dit kush është. Edhe kum pyet dikon, kum thon kush është ai njeri? Thot është Muadh ibn Jabal. Muadh, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thonë u kontinent Damask, xhamin e Damaskut. Edhe thot nesërmën kum shku, po prap kur kum shku kum gjetë do njerëz tjerë, ai short më herët do tjerë ishin ardhur ai. Derisa kum shku edhe i kum thon Muadhit, wallahi inni la uhibbuka lillah. Pashallah në Muadh, unë ty du për hir të Allahut. Abu Idris al-Khawlani ka thon Muadhit. Edhe ka pyet njëri, ka thon, a je i sigurt? Do thoni, ka thon, pashallah në ndon ti mu për hir të Allahut.
Ai ka thonë po. Ka thonë 1 herë, 2 herë, 3 herë, derisa i ka thonë abshir, po të përgëzojnë ty. Ai ka thonë kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë që Allahu azza wa jall ka thonë wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadhilin fiyya. Thot Allahu ka thonë që është bo obligim dashuria ime ndaj disa njerëzve. E që janë ata cilë duan për hir të Allahut, ata cilët ulen për hir të Allahut, ata cilët vizitohen për hir të Allahut, edhe ata të cilët shpenzojnë për hir të Allahut te baraka wa taala. Këto janë 4 grupe të njerëzve për cilët është bo obligim dashuria Allahut te baraka wa taala. Me këtë hadith e ka përgëzuar ata që ka thonë unë ty du për hir të Allahut. Mirë. Pastaj sa i përket hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur u shkua dhe i ka thonë Abu Bekrit që Allah azza wa jall ma ka leju mu me bo hijret me dal për këtuhit, te kush ka shku? Te shoku i tij më i mirë, te Abu Bekri radhiyallahu anhu, për cilin ka thonë se ishin vendos krejt njerëz të umetit tam me një pjesë të mizanit, ndjathën edhe kë në pjesën tjetër, kish me peshu ma shumë sa krejt umeti, sa krejt njerëz të tjerë, krejt sahabit bashkë dhe krejt njerëz pasanena musliman të tjerë. Çaq vlerën e madhe që ka pas ai në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po para kësaj edhe te Allah azza wa jall, se u tregoi sinqert me Allahun te bareke ve teala. Abu Bekr as-Siddiq, njeri sinqert, i drejt. E dini rastin kur janë ardhur Kurajsh dhe i kanë thonë ai shoku jot u çmend. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë thonë, po thotë që një pjesë natës ka shku pej këtu në Kuds, pej Kudsit u ngrit në qiell. Ai çunalet i ka kthyer, ka thonë, ai ka thonë, a pe thuni jo, veç të di. A ka thonë pejgamberi alayhis salam me gojë vet, po, ka thonë çashtu kon. Çashtu ka ndodhur. As se ka ni pe pejgamberit alayhis salam as kurrë, po e ka besu më njëherë. Domethënë mas kësaj ndodhie që ka shkuar dhe i ka treguar që ju ka jap leja për me dal për në Medinë Munis, Abu Bekri radhiyallahu anhu ka pas deve që ka pas të gatshme. Sa i ka kërku leje dhe më herët me bu hijret, po se kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse do sahabi kanë bu hijret para pejgamberit alayhis salam. Omeri, Abdullah ibn Mas'udi dhe sahabi tjerë kanë shku më herët në Medinë, kanë prit atje. Ka dal bashk me Abu Bekrin radhiyallahu anhu edhe janë nis. Ama nuk janë nis ka rruga e Medinës, po në rrugë tjetër ka rruga e Yemenit. Edhe nis natën, edhe s'kan dashur të marr vesh që po dalin dhe po nisën. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht e ka dashur Mekën shumë. Edhe kur u kon tu dal ka thonë Mekë sa shumë du ty, sikur mos të më kishin qit këta un kisha nejt, si sha dal kur. U mërzit, po s'ka pas çare pa dal. Kan dashur me bu kurthe, kan dashur me vra. Kan bu plane për me vra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Patjetër u dashur me shpërnda vetën dikon tjetër, sukon toka e përshtatshme, sukon veni i përshtatshëm. 13 vjet ka thirr, pa ndërprej. Edhe sa pak njerëz u kanë përgjigje, ka pa që s'ka ka këtë vend. Dhe pasaj Allah ka jap leje, edhe ka dalë bashkë me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, edhe fillimisht në mshefte një shpellë që ka pas emrin Thawr, me një kodër të madhe, edhe ka nejt aty 3 net. Veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Kurajsht kanë dalë me lyp, me gjetë dhe me vra. Edhe kanë vendosur shpërblim shumë të madh me deve, ka 100 deve. Kush e gjen Abu Bekrin 100 deve, kush e gjen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 100 deve. Me nai pru. Edhe kanë dalë, kanë lyp gjithka, ka kanë mujt. Sa që e dini edhe rastin Kur'an, në surën e Tauba, kur kanë ardhur edhe afër shpellës. Sa që Abu Bekri thotë ja Rasulullah, Abu Bekri u friksu, po s'u friksu për veti, po për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë mos i bojnë diçka atij. Ka thonë ja Rasulullah, i ka pa të ecë për mi, nalt, për mi çat shpellën e vogël ku e ni. Nëse dikush i kish kthyer veç kom të vet atë poshtë, pas nevojë me ndresh nallët, diçka na kish pa. Po Allah azza xhel i ka rujt edhe i ka mbrojt pe tyne. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Abu Bekr, çka po mendon ti për 2 njerëz? Allahu thalithuhuma. E që Allah është i treti tyne. Është për qëllim Allah është me ta, me mbrojtjen e tij, me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, me ndihmën e tij. Nëse Allah azza xhel don me të ndihmu, nuk ka kush që të bën dëm. Po nëse Allah azza xhel don me të dëmtu, nuk ka kush që të bën dobi. Edhe këtu ka zbrit ajetin surën e Tauba, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Nëse ju sahabit e tjerë nuk e ndihmoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah. Dini që Allah ka ndihmuar ata më herët.
idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Allah i ka ndihmu kur u kon bashkë me shokun e tij në shpellë. Edhe kur i ka thonë shokut vet masi që i kanë qitë Kurejsht prej Mekës, la tahzan, mos u piklla o Abu Bakr. Inna Allaha ma'ana. Ka se me të vërtet Allahu është me neve. Fa anzala Allahu sakinatahu alayha, pastaj Allahu e ka zbrit qetësinë e tij në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në zemrën e Abu Bakrit radhiyallahu anhu dhe në qetësu. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, edhe i ka ndihmuar ata me një ushtri të cilën ju s'e keni pa. Wa ja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla, edhe fjalën apo fen e njerëzve që kanë bu kufër e ka bu më të ultën. Wa kalimatullahi hiya al-ulya, dhe fjala e Allahut është më e lartë, fjala la ilaha illa Allah. Imani është shumë i lartë, kufri është shumë i ulët. Wa ja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim. Allahu jalla jalaluhu është i plotfuqishëm edhe është i urtë. Do të thonë Allah xhalla wa ala ka ngritur Islamin edhe e ka ul kufrin me këtë ajet. Pastaj në kapitullin i radhës e ka emrin Babu Ziyara, vizita. Edhe këto e tregon Imam Buhariu, thot wa man zara qauman fa ta'ima indahum. Ai që viziton dikë dhe ndalet për ushqim tek ata, wa zara Salmanu Abu Darda, sikurse që e ka vizitu Selmani radhiyallahu an, Abu Darda radhiyallahu an, fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa akala indahu, edhe ka ngrënë ushqim tek ai. Edhe bjen vesh një hadith të shkurt, hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Anas thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zara ahle bejtin min al-ansar. Ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vizitë të një familje e ansarve. Ansart kush në kon? Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në kon Medine para se më ardhaj, ndihmtarët e tij, fisi al-Aws dhe al-Khazraj. Fa ta'ima indahum ta'aman, thot ka hangër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ushqim tek ata në shtëpinë e tyre. Falamma arada an yakhruj, kur ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dal, amara bi makanin min al-bayt, urdhroi që t'i veçojë një vend diku në shtëpi. Fanudiha lahu ala bisat, edhe e ka kërku një hasër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilën para prakisht ata familjarët që ata njerëz të shtëpisë ja kanë pastruar me ujë edhe ja kanë shtru. Thot fa salla alaihi, është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qatë vend, qatë hasër, wa da'a lahum, edhe ka bo dua për ata njerëz, u lut për antarët e asaj shtëpie. Kjo tregon që prej edebit është që kur njeri e thirr dikon mysafir, ose kur dikush vjen mysafir, me prit ata me ushqim. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëz të tjerë ka prit me ushqim. Edhe Ibrahimi alayhi salam, që përmendet rasti i Kur'an, kur e nor me lekt në formë njerëz, ka prit me ushqim, edhe atë me ushqimin më të mirë. Kjo është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në kapitulli i fundit është babu men tajammala lil wufud, zbukurimi gjatë takimit me delegacione. Është pjesërisht hadith që e kena përmendur më përpara. Thot Yahya ibn Abi Ishaq thot qala li Salim ibn Abdullah. Salim ibn Abdullah, Salim i djali Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhu, i ka thonë këtij Yahjes, e ka pyet, i ka thonë mal istabrak. El istabrak fjalë që përmendet Kurani, ka thonë çka është kjo? El istabrak. Ndërsa ai përgjigje thot ma ghaludha min ad-dibaj wa khashuna minhu. I ka thonë çdo rrob nga mëndafshi i vrasht, i trash. Rrobat që janë nga mëndafshi i vrasht apo i trash, i thonë që është el istabrak, që përmendet edhe në Kur'an, teshat e xhenetlive, e që janë haram, domethënë këtë dynja për meshkujt e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Abdullah yaqul. Thotë kam dëgju Abdullah ibn Omerin duke thënë ra'a Umaru ala rajulin hullatan min istabrak. E ka pa Omeri një njeri që ka pas një tesh, një rrobë të bukur, prej që ti mëndafshit, llojit mëndafshit. Fa ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qal ya rasul Allah ishtari hadhihi falbasha liwafd an-nas idha qadimu alayk. Thot
e ka marrë ata dhe ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë: "O i dërguari i Allahut, bleje këta edhe veshe kur të vinë ty delegacionet në për takime mu taku me ta, veshe se të rënë mirë, është e bukur." Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Inna ma yalbasu al-harir man la khalaqa lah." Me të vërtet më ndafshin e veshin vetëm ata njerëz të cilët nuk kanë hise. Nuk kanë hise në ahiret, do të thonë njerëz që janë dështuar. Nuk e vesh më ndafshin këtë dynja besimtari. Po njerëz të dështuar, njerëz që nuk kanë hise në botën tjetër. Famada fi dhalika ma mada. Thot pas kësaj ka kalu një kohë, mas këtij rastit. Thumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilayhi bi hullatin fa ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mas një kohë pejgamberi alayhis salam ja ka çu bash Omerit një tesh, një rrobë prej mëndafshit. Edhe u çudit Omeri, ka thonë vetë me veti: "A jam ka ndalu?" Ka thonë: "S'bën me vesh këta." Ka thonë: "Njerëz që veshin këto s'kan hise në botën tjetër." Ka thonë: "Qysh po ma bjen tash?" Edhe u shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njëherë edhe e ka pyeti, ka thonë: "Ba'athta ilayya bi hadhihi." Ti ma ke dërgu këta ja Rasulullah. "Wa qad qulta fi mithliha ma qult." Ndërsa për të ke thonë çka ke thonë, s'ke fol fjalë mira për të. Janë ke tregu që s'lejohet, tash po ma bjen mut. Çka I bjen kë? Qala innama ba'athtu ilayka litusiba biha malan. Këta ta kum dërgu ty, o Omer, që ti me shit ata dhe me përfitu prej saj. Që me nxjerr në fitim prej saj. Në transmetime tjera që kena përmend përpara, Omeri radhiyallahu anhu ju kujtohet çka ka bëu me kët tesh? E ka dhuru te vllai vet, jo besimtar që ka pas në Mekë. S'ka thonë ai është jo besimtar, mushriku kon atëherë, ka thonë t'ja çoj bile hedia atina, ti maj lidhet farefisnore me ta. Ja ka dërgu çat tesh atina. Nuk e ka shit, po ja ka dërgu që me vesh ai. Fakana Ibn Umar yakrahu al-alam fi thawb li hadha al-hadith. Edhe pastaj Ibn Umar radhiyallahu anhuma, për shkak të këtij hadithit, gjithmonë ka urry çdo arnim që ju ka bërë rrobave me mëndafsh. Pe që ka marrë vesh që mëndafshi nuk lejohet me u vesh për burrat e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me kaq njoftohemi për sonte, lutë Allahu xhalla wa ala në mundësi ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam denjësisht, po ashtu edhe shokët e tij. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.